Rreth 630 nxënës të klasave të nënta nën juridiksionin e zyrës vendore të arsimit parauniversitar Korç Pustec ju nënshtruan këtë të martë provimit të gjuhës së huaj, duke përmbyllur ciklin e provimeve kombëtare të arsimit bazë. Pas përfundimit të testit, nxënësit u shprehën se teza ishte e një niveli mesatar dhe se pyetjet ishin në përputhje me njohuritë e marra gjatë viteve të shkollimit. Shumica e tyre thanë se arritën ta përfundonin testin brenda kohës së përcaktuar dhe shpresojnë të marrin rezultate të mira. Sot të dhanë provimin e frëngjishtës, e mua më duk shumë i lehtë. Nuk bëra gabime, laca ushtrime, po prapë ja dola. Ishin të një niveli mesatar, të themi pyetjet? Po mua më duk për niveli mesatar. Ishin ushtrime që i kishit punuar gjatë viteve të shkollës? Po, i kishin punuar ato ushtrime, i mbaj mend. Sot dhanë provimin e anglishtes, ishte niveli A2, nuk ishte shumë i vështirë, thjesht. Ja dolën banë, ishte i thjesht. Ishin ushtrime që ju i kishit punuar gjatë viteve të shkollës? Po, normal. Për ata që janë praktikuar, ishte i thjesht. Ti vetë si dole? Shumë mirë. Provimi i gjuhës së huaj shënon përmbylljen e procesit të provimeve kombëtare për nxënësit e klasave të nënta, të cilët tashmë presin publikimin e rezultateve për të vjuar më pas me regjistrimet në arsimin e mesëm.